luajmë për lirin, për kombin. Është thënë se që nga koha e Skënderbeut për në mbrojtje të Atë-Dheut, vajzat dhe gratë shqiptare ishin krah i çështjes kombëtare. Kjo traditë duhet të kujtohet dhe të kultivohet, të nderuara motra dhe vëllezër. Në emër të familjes Jashari, edhe njëherë ju falenderoj për pjesëmarrjen, duke ju uruar gëzime në jetën familjare dhe kombëtare. Ju faleminderit. Gjaku i ngritur. Trashëgimtar brillant, gratë mrekullueshme që vinë nga familja dhe jo vetëm këta burra që po i shohin mbas nesh. Nderime dhe respekt. Ke qenë 4 vjeçe, 5 vjeçe në periudhën e luftës. S'ka më bukur se sa kaq ta dëgjonim një fjalim kaq përmbajtësor.